Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me iniciale MA 20 vjeç banues në Berat, pasi teura e Kozares, automjeti që drejton, është përplasur me motomjetin që drejtonte shtetasi me iniciale DP 74 vjeç banues në fshatin Perondi, i cili është aktualisht në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me iniciale KM 46 vjeç banues në Berat, pas u kap duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur, shtetasin me iniciale FB 37 vjeç banues në fshatin Velabisht, pas u kap duke drejtuar motomjetin në gjendje të dehur, shtetasin me iniciale AH 65 vjeç banues në Berat dhe për një 14 vjeçar, pasi në rrugën Antipatrea, automjeti që drejtonte 65 vjeçari është plasur me motomjetin që drejtonte i mituri, i cili është aktualisht në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Berat kapën dhe ndaluan shtetasin e shpallur në kërkim me iniciale EH 34 vjeç, pasi gjykata e Beratit i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale vjedhja. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Berat referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen me iniciale MD 51 vjeçe banuese në Berat, pasi dyshohet se me vetë gjyqësi ka penguar vëllait të bashortit të saj hyrje në banesën e përbashkët. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Berat referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me iniciale RT 30 vjeç banues në fshatin Goriçan, pasi dyshohet se ka kanosur nëpërmjet të thirrjeve telefonike një 36 vjeçar. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kuçov referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me iniciale AT 24 vjeç banues në Kuçov, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me sen të fortë një 23 vjeçar dhe ka dëmtuar automjetin. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Beratit për veprime të mëtejshme.